Rregulla e parë, për të cilën nuk ka as pak dyshim dhe tolerancë tek ehlu sunetit, tek pasuesit e sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është se burim i besimit ton, burim i akides ton është libri Allahut subhanahu wa taala, suneti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ixhmaja apo konsenzusi i sahabëve. Për ta argumentuar një çështje se është prej besimit sakt, ne e kemi burim librin e Allahut subhanahu wa taala, hadithet e sakta të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ixhman e sahabëve, sepse nuk ka mundësi që shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të bien konsenzus, të pajtohen për një çështje e ajo çështje të jetë gabim. Nuk ka mundësi të ndodhë një gjë e tillë. Andaj ajo që e dallon, domethënë ehlu sunetin, grupën e pasuesve të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga grupacionet e devijuara, është se në argumentimin e tyre në çështjet e besimit i japin përparësi librit të Allahut, sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kuptimit dhe ixhmas të sahabëve, për dallim nga grupacione tjera të cilat i japin përparësi në formimin e botkuptimit të besimit të tyre në thojza logjikës së tyre apo filozofisë greke, e cila kishte depërtuar tek muslimanët dhe të cilën apologjetët apo mutekelimunët e morën për të argumentuar në çështjet besimit. E pastaj për shkak të kësaj i larguan dhe i hoqën nga përdorimi shumë domethënie dhe shumë tekste të sheriatit, për shkak se ata sipas tyre ishte në kundërshtim me logjikën e tyre. Dhe logjika ne e dim se dallon prej njeriu në njeri, sepse aftësitë mendore të njeriu dallojnë. Andaj dhe ata u shpërndan në grupacione të shumta për shkak të kësaj, secili duke pretenduar se ajo që e thot ai është në logjik, kurse ajo që e thot kundërshtari i tij nuk është e logjikshme. Dhe u ndan në grupacione të shumta për shkak se në start devijuan nga metodologjia e ehli sunetit në kuptimin e besimit. Ne e kemi fenë e përsosur, andaj në besimin ton ne bazohemi në argumentet e fesë son, në librin e Allahut, në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në kuptimin dhe ixhmane sahabëve.